ditë ndryshe, një fest veteranër besoj. Sigurisht një ditë komplet ndryshe, një fest veteranës të cilën e kena prej nështë edhe me dekada. Duhet falenderoj megjithëse nuk e di se kush është organizatori i këtij evenimenti, por është një gjë mjaft e bukur. Takojnë disa breza bashkë, edhe plus saj luajmë me një ekip shumë të njohur në spanjoll, siç është Valladolidi. Borshi, sot klubi Vllaznia ndër tjera ka dhënë një mirënjohje edhe ju personalisht për kontributin e dhënë në vite. Besoj që çdo nderim është diçka pozitive edhe në aspektin personal. Sigurisht, falenderoj klubin Vllaznia që më vlerësoi kontributin që dhash në vite, si futbollist ashtu edhe si trajner. Jam mirënjohur. Gjithashtu është një kënaqësi. I shtohet disa çmime të tjera që kam marrë, dhe gjithashtu edhe herë po përsërit është një falënderim që i bëj presidentit dhe klubit Vllaznia. Sot jam mbledhur veteranët, por vëmendja besoj është tek ndeshjet e mëdha të Vllaznisë sotme. Sa shpresë ka Borshi që titulli mund të kthehej në Shkodër pas 20 vitesh? Sigurisht për të thënë drejtën kishte shpresa të Kupa Republikës, megjithëse u eliminum siç u eliminum. Jemi në Final Four, megjithëse ekipi ka arritur objektivat e tij me daljet në Europë. Mendoj që ma përmenda që në finale do të jenë karshi ekipit Dinamos, dhe duke kena në finale urej që marrim edhe kampionatin, cilin Shkodër pret mos 20 vitesh. Faleminderit Borshi. Faleminderit edhe ju.